الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falëndërimet, mirënjohjet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Atë falenderojmë për ti falë dhe udhëzime, kërkojmë salavat dhe selamet, përshëndetjet më të mira, më të përsosura mbi pejgamberin më të mirë, mbi Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastër dhe mbi gjithë muslimanët që të ndjekin rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamat, të nderuar vëllezër, falenderojmë fillimisht për çdo mirësi dhe begati Zotin e Madh subhanahu wa taala, që na ka zgjat imrin dhe na ka dhënë mundësinë të përjetojmë edhe një Ramazan, megjithëse ne jemi duke hyrë në fazën më të mirë të Ramazanit, ku po I kalojmë 2/3 të Ramazanit për të hyrë në më pjesën më elitare dhe më të shpërblyer të Allahu subhanahu wa taala dhe 10 I fundit. Njështu falenderojmë edhe hoxhën e nderuar të kësaj xhamie, njështu edhe stafin e xhamisë, kryesinë e xhamisë, që së bashku janë bërë sebeb që t'i kalojmë disa minuta para taravis për shfletuar nga diçka nga libri I Zotit, nga suneti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, duke ndarë mësime dhe ligjërime nga Zoti I Madh xhel xhelalu, të cilat do të përkthehen tek neve me vepra të mira. Të nderuar xhamat, Ramazanët te na janë shumë. Çdo vit përjetojmë nga një Ramazan. Dhe këto janë shkolla dhe medrese që I kalojmë. Janë orë stërvitjesh, janë orë ushtrimesh, të cilat duhet përkthehen tek neve me vepra. Ajo çka ne pajtohemi të gjithë së bashku, të nderuar xhamat, se Zoti I Madh xhel xhelaluhu nuk e ka sinuar urinë te na, por e ka sinuar mësimin te na. Ai nuk do më na torturue, por do më na edukue. Andaj të nderuar xhamat, do ndalemi sot me lenin Allahu te bareke ve teala që të shfletojmë në mësimet e këtij agjërimi dhe në edukatat të cilat synon me I bësh prehi Ramazanit tek neve. Gjëja e parë të nderuar xhamat, na e tregon neve Ramazani dhe agjërimi se rrezikshmëria e njeriu, dami I njeriu nuk vjen nga adhurimi, sado që I vështirë që të jetë, por vjen nga çka? Nga momenti kur ndërpritet adhurimi. Shembulli më I mirë kësaj cila është janë orët e agjërimit në minutat e ushqimit. Të nderuar xhamat, a ma rrezikshëm e ke pas 13 sahat që e ka ninushëm, a ma rrezik janë kona të 13 minuta kur ki mujt me tepru me haje. Cilat janë ma rrezik? Me vetë doktorin çka thot? Ma rrezik I ki pas të 13 minuta tu e tepru tu hangër, se çdo 13 sahat që e ka unt. Apo 13 sahat ri unt kur gjë nuk bëhesh dam. Ama e ki pas 13 minutat e iftarit, këta që janë me diabeta, me sheqerën, do të thonë më ka dalë pak. Ma ka dalë se këto minuta të mundesh me teprue e bëhesh dam I madh. Për këtë arsye du ta mësojmë një mësim të madh, se dëmtimet vijnë ngur kur ne plotësojmë qefët tona. Dëmtimet vijnë kur ne I shkojmë epsheve tona, ndërkohë që levërdia dhe mësimi dhe dobia e Zotit xhel xhelal tek neve cila kur e ngojnë ata. Andaj shiko Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet agjërimit na mëson se edhe pse të kam lënë 13 sahat të uritur, pyeti ekspertë thot, a je kanë më I rrezikun tu agjëru, a je më I rrezikshëm tu hangër? A ka mbot dikush dëni doktor që I thot dëni një agjëruesit ruju se tu agjërue ke mu dëmtu shumë. Po folmi për gjendje normale, njëri nëse nuk ka dëni smuje kronike apo të rrezikshme. Jo. Kur I thot ruju? I thot ruju, na kemi xhamatli që kanë probleme me diabetin. Thot mitët të më thonë doktori ruju ku të hajsh. Ta marrë këtë mësim nga Ramazanit të ndërum xhamat, se ajo çka neve na rrezikon nuk është ibadeti, që mendojnë plot për njerëzve. Thot me bona mu bo musliman bashkë që duhet, çka? Tutët mu bo musliman bashkë që duhet. Thot unë me bo me çu bashkë, me çu vjen e Zotit subhanahu wa taala, mendon që I prishët jeta. Thot na mos njetojna dhe zakonisht perceptimi I njerëzve të cilët janë larg feje, mendojnë për fetarët se ata s'kan jetë të mirë. E kundërta na garanton Allahu subhanahu wa taala. Ai cili o besimtar dhe besimtare, ne I garantojmë jetë të mirë. Jeta e mirë të ndërum xhamat është në Ramazan. Jeta e mirë, e qetë, pa probleme, harmoni, në shirat dhe shidet është Ramazan. Jesh Ramazanit se ka këtë shidet, se ka këtë shihret. Andaj mësimi I parë që ne nxjerrim çfarë është, megjithëse orët e agjërimit janë shumë fish më të mëdha se minutat e hajës,
na kurrë na ranu më shumë. Tash këtë keni ardhur pi iftarit. Inshallah Allah ju ka bë kabull agjërimin. Por këtë keni ardhur me një lloj ngarkese. Këtë ngarkesë nuk e keni pi agjërimit, e keni pi iftarit. Këtë ngarkesë nuk e keni pi agjërimit, e keni pi iftarit. Si cili sa e ka quhe ushqimin çat dozë i shkaktohet çfarë? Rëndes. Apo andaj na e gjejmë plot për njerëz për shembull, s'në bajnë shumë ibadet, thot sot e kam tepruar të hangër. A keni të thonë njëri e teprova të agjërua, e teprova të fal, e teprova të dhon sadaka. Jo, teprova të marr, jo të dhon. Ta mësojmë këtë ligj, se sa më ngat që i e urdhave të Zotit sa më i miri je, sa më rahat je. Allah thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Njeri zakonisht ka mendon, Allahu gjatë thot në Kur'an, veç me përmendjen Allahu qetësohen zemrat. Njeri këtë punën që ka e ban dunja të ndërum xhamat e ban me qetësu zemrën. Krejt që ka ban me qetësu zemrën. Zemra mos me ka rahat. Kur gjon rahat s'në ban. Andaj shikoj njerëzit punojnë, thonë jem të bëj idare, jem të bëj tijaret, jem të bëj lëvizje për çka mu ka rahat. Çi kjo kur thonë mu bë rahat, çka? Zemra. Po nuk u qetësu zemra. Ti kot çka i ban, vallahi 1 milion euro me ti dhon. Apo kot i kije. Ibrahimi alayhis salatu wassalam pejgamberi i Zotit. Ata din çka me lip. Na tregon Allahu në surën Al-Baqara. Çka ka lip për para çka je? Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlihi min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Shikosh ka thot Allahu subhanahu wa taala, thot Ibrahimi alayhis salatu wassalam, kur tha Ibrahimi, o Zot, ij'al hadha baladan amina. Bëje gadishën arabik, qabë ku e ka ndërtu aty, bëje vend të qetë, të sigurt, të mbrojtur. Buka, uji, ka dale pak. Njerë të sigurohemi. Apo, a mund është me pas për shembull sofrën më të mirë në botë, ama i rrezik se bje bomba. A mund e ha? Me thonë njëri kështu, ka rrezik 1% me na gjujt me raketë. Pishim një tash të mo bota që shka arë me raketa po gjuhën. Apo, inshallah Allah i runë musliman për shërrit të sharraxhive, edhe plot prej shteteve kanë frikë se mos më mshon një shtet tjetër, apo? E tani të ndërum xhamat, me thon ti dikush, në çiket vend ku je ul në sofra plot me buk, ama ka rrezik 1% me tar mesazh, mu gjujt çiki vend me raket. A mund ha buk rahat? Ha buk ama krijen kaçilla. Helbet mos po gjun dikush. Thot Allahu subhanahu wa taala, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina. O Allah, ne har siguroje këtë vend. Mos ta preke kurkush. Siguroje, mbroje, mos të ketë cënime, kanosje. Pastaj warzuk, mos ani jepi me omër. Cila vjen e parë të ndërum xhamat. Vjen një qetësia, rahatia, mbrojtja. Andaj ti sheh për shembull shtetet e forta në botë sot. Ku investojnë më shumë ti? Në ushtri. Pse investojnë në ushtri? Pse shtinajnë armë? Pse e thot, jo e kena bëni bërthamorë dhe çetër bërthamorë kena me bë. Pse? Këtë e bën këta përmendet rahat. Çka i duhet bërthamorë ajo? A i du të po, ma do të me mgus dikush, unë e kam këta. Do ma thonë, investojnë sa ma shtetet forta, fusin ku pare. I fusin pare në siguri. Mësa ne thot në ekonomi, nëse i vetë afaristat, kush ka mësu ekonomi e di, apo i vetë afaristat, ku investoni ju, ku ishti parët, zeni parë, biznismetat e fortë, që ka bojnë, thot ka dale. Kur nëse daj me investu më një vend, thot njartë veti këtu. Ekspertët e sigurisë, që ka thojnë për këtë vend? 20-30 vetë s'ka problem, nuk parashifët do një lufta, por do një diçka e cila eskalon. Atër do shtini parët. Ma voni mera ato mekanizma tjera, a shitët, a blejet, a shkon malli, a shkon malli. Sepse mi thana i ka luftat, tamam, zvijet në me investuhe. A dhe të ndërum gjema ta kuptojnë a këta. Ti sigurojmë njerë zemrat tona se janë qeta, janë me iman, janë me besim, e dojnë Zotin, e dojnë pejgamberin alayhis salam, mos ani edhe ujë kam në pije. Slepa ujë Allahu xhelel xhelalu. Kanë kalon pa ujë Allahu subhanahu wa taala. Nuk ka vend pa ujë. Nuk ka vend pa ujë. Për këtë arsye, mësimi i parë që ne nxjerrim nga Ramazani, i cili atë ndërum xhamat, se adhurimi, ibadeti, puna e mirë nuk ja dëmton njerit jetën sikur që e paramendon shejtani. Ya'idukumu shaytanu al-faqra. Allahu thot, shejtani ju tut në fukarallëk. Vazhdimisht njëri tut, a do të kena, i ka bërë 60 vjeç, 70, ala tutët. I than Imam Shafi'i rahimahullahu taala, i than, pse ti nuk tutesh me fukarallëkit?
Në këtë njerëzit tu, kena një stresi, tha ti, tha, i tutët fukarolokit, ai çka e ka Zotin fukara. Ama na jena musliman, na besojmë se Zoti jonë është Zoti qijeve dhe i tokës, Zoti botrave. Nuk ka Zot në tokë, edhe nuk ka Zot tjetër pos është i rrem, veç Allahu hak. Andaj çka i tha Ibrahim alayhis salam popullit vet, "Tattakhidhu asnaman aliha." Ti idhullin e ke bëu Zot. E ai i cili beson se Zoti është zëngim, se Zotit nuk i soset pasuria, a ka mundësi më tut me fukarallokit? Jo. E çka lidhet me agjorim të ndërum xhamat? Mos u frigoni mbi adhurimeve, mbushë qesën me adhurime, mbushë zemrën me adhurime, sikur që s'ka bë dam 13 sahat e ninumja, bile ta ka shtuk nacijen çashtu në adhurime të tjera. Sa për një thot, o xho minet begati namazit, po duqani, po parët, e kundërta është. E kundërta është. Arrin njeri mërdhifët. Apo, sa për njerëzve ju ka ndodhur të ndërum xhamat. Njani shkon me fal namazin, ki tjetër se mshel duqanin. Ki pak para se me ardh te dera e duqanit, kisha ka shku na fal namazin, myshteria prit te dera. Sepse risku te Allahu jo te na. Risku është te Allahu, ti vetë sebepët i merr. Ai na furnizon neve. Para mendo të ndërum xhamat. Para mendo 2 miliard musliman agjërojnë, bëjnë iftar, falin taravih. Apo, a prishet jeta? A ka dikush që ka dalë me deklarat për këtinve tjerë me thonë, këto musliman të ninun e kanë prish vëlla jetën. Taravih, iftar, ta gjërue, ne kanë prish, ne kanë të lovit. Jo, bile e shiojnë knatësinë edhe ata, kënë shumë mirë Ramazan. Jeta ma organizume, më njërë më të mirë Ramazani. Andaj, gjëja e parë është se adhurimet nuk vinë ndesh me jetën e mirë. Adhurimet janë pjesë e jetës të mirë. Të qenurit me Zotin, është pjesë e jetës të mirë. Për këtë arsye gjithmonë njerëzit të ndërum xhamat, shiko, me çka e kanë nxit veten me kanë për pushtet, e për qeveri, e për sultanat, me sa nga të mbretit, më i miri je. Ma sigurt je. Apo, nëse të ndërum xhamat sot dikush me kanë nga të mbretit, apo ajo çka përdoret te nam popull e kam njerin. E ka ki dika në gjë, apo? Sa ma nga sultanit, sa ma... Shigurt, apo? Njet, edhe kimi pas putet të lovit, ta dhët, ajta, se diti, unë i kam njerëzit. E kam unë ato shka me kanë njësos, punkt. Nëse një njeri krenohet, pëse e një kryetar, e një minister, e një administrator, para me në me konë nga të lajt, ti me konë nga të zotit, e zotit me thonë i ratë. I tha Firauni, i tha Musa a.s. I tha zotit madhë gjele, tha, o Allah, po tut në me shkuti faraoni, mos po mban ndaj dam. So ja, aja arrogante, zullumqara, ja nuk beson. Çka tha Allahu, inni ma'akuma. Ha çka se unë jam me tije. Ha çka se jam me tije. A keni pa fëmia kur del në lagje? Edhe arrog me dikan. Edhe shkon e dhir babën e vet, axhën e vet, dajën e vet. Edhe ai thot, "Ha sa kirim kur t'kan guc." A ke pa që shet si patron? Se e ka këtë mas. Ai valla ki vogël, 5 vjet. Ama baba mas, çka thot? Kush, ha çka thot? Edhe thot, "Çe kim kan guc." Se e nin kënarien. A e kena nin edhe njëherë kënarien që ne në ropë të Zotit, ne në ropë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Pse me pas frikë bidikujna kur ne në ropë të ati cili aje ka ndorë dhe qatë shka pitut është ti. Kreta imaginata dhe ilizioneve shka mund është ti me u frikue, Allahu që a i ka ndorë. Gjithë shka është ndorë në Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj të ndërum gjëma, qëllimi i shariatit, qëllimi i islamit është që ta bindë robin se zbatimi i urdhave të Zotit është shumë ma siguru se jetës së mirë, se çka? Se sa ikja prej urdhave. Shejtani vazhdimisht thot, mos e ban se mos më del ma keq. Mo ikbi islamit se më ma keq. Allahu gjatë çfarë thot? Thot, wallahu huwal ghani. Allahu është i pasuri. Ai jep. Apo kur e ka diskutuar Allahu subhanahu wa taala në Kur'an një ligj që ka qenë sheria. Tash nuk zbatohet se s'ka kërkon pise kara Osmanët nuk ka shtet të shariatit. Apo s'ka, do në pite Osmanët të ndërprej. Në shëriatë ndërum gjëmat, kur njeri vret njeri, në bazë të legislacionit islam, qisho? Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, ja e juhe ledhine amanu, kutiba alejkumul kisasu, fil katle. Ojtë se të keni besuar, kur ka vrasje, kur në kone për nga merit a.s. Nëse një njeri ka vrani pa hak një njeri, nëse si a falë familja, vritët. Apo vritët, e ka vrani njeri pa hak. Familja s'ta falë, shëriatit dëvret, kur ka shëriat, kur ka që zbatohet ligjit, të na nuk zbatohet. Në rregull, tash dikujt mundet mi shku menja me thonë, po gjuna be hani pse ka vra, gjuna, apo? Gjuna, në rregull, Allah e hek këtë shibe. Çka thot në Kur'an? Walakum fil qisasi
hayatun ja ulil albab. O ju besimtar, në qisas, në hak marrje, kur ti një njeri ka bot dëm një tjetrit dhe i kthehet haki, apo çish duket? Tash për shembull hajduti, ja ka vjedh dikujt 100.000 euro. Edhe e merr për shembull ta zona ligji islam edhe ja pret dorën, apo? Tash për këto shka se kanë vjedh parët, gjurnabe thot ja pret dorën. A këti që ja ka vjedh 100.000 euro çish kishirki? Mosanena e ka ratu një qytet për ati hajdutit. Çka thot Allah? Walakum fil qisasi hayat. Ju në zbatimin e këtij ligjit keni jetë. Jeta qëtu. Apo, shikoni njerëzit çka janë të bëjnë të ndërum xhamat. E ndresh në dyqan, mosane e shti mallin aty, mosane çka thot? Shkoj të bëj kontratë me një kompani të sigurimit. Ti marr do njerëzit marrujnë mua, vnon kamera, pse? Pikujna i bën këto. A pi çanra api njerëzve? Piku, për çka e kenu kamerën? Valloj s'ka qenë që ka hi ka vetë dikon. As mac, as tigër. Apo, keni bëna për disa male, jo u shfash një arush, jo u shfash një ujk. Kur gjatë dam zbaraj. Damin në të pas pi insanit që ka merë vrim, që ka buk. Ti vjedhjet, ti pasigurit i ki pi insanit. Njëri ka kriju drinin, apo drinë e derës. Ka çdo çels, ka drinë. I ki bëha na, shqiptarë si të mos e kena, masit të mshelna dhe një herë e kontrollojnë. A qela, jo. Pse? Në mëne probleme kena mi besu edhe kur të mshelet. Pikujnë e një tutut. Kur e ka kriju i pari njeri drinin, a ka thonë mos po mi uki, a mos po bëj njeri? Ja njeri, valla. Se leonin ma të madhë beta prumë qëtu. Vesh mshelet derën, që i dhënë nga grëm. Ne të bëhe të rak, edhe hiç mos e mshel me qelës. A mon he leoni, ja zdi aj me kapshtu. Ja nuk di. Ama insani ka manovruhe. Nëse e kim shelë, thot ka dalë, me kanë shelë e ba qështu, me kanë drinë e kam një stafësiger për drinë, insani e ban këta. Andë thot Allahu Gjallalekum fil qisasi hayat. Kur kthehen hakët të njëri tjetri, çka ndodh të ndërum xhamat? Ka jetë për njerëzit. Të ndërum xhamat. A jemi na çasi musliman çish du të mu kanë? Ha, a jemi çasi musliman çish mu kanë? Njani pineva mund i le parë çati të shtëpia haptazi. Jo. Çka? Jo e kena shtim bank, jo kartel, jo pasport, pse? Mos me timor. Ishtina për të nërqilima, dikush arkën, e mshel kret, as gryes vetë si ka zonë kua. Apo, mi do është dhe një urgjencë, thot, kujlave dhe parët, edhe di kam shelën, sa si cëli, si besojna kërkujna, se na kena frikë se risk për në hapë. A i diti sahabë që shkan jetu të ndërum gjëmat? A i di shkan jetu e? Nëse njeri akon beqar, edhe shka pas në ta dëni, do mon, gruje që ka mujt me cënue, edhe dosti dosin, kam pas familje. Nëse ka pas ati ushqimin, ka hi, ka hangër, ka dal. Ha? Au sadiqikum, thot Allahu, o se shok i juve. Ha? Nëse keni dost. Erë një njëri të Ebu Hurajra të radhiyallahu anhu i tha, unë po du mu ba vlla me tije. Tha jana ma mirë rina dosta. Jo tha, unë po du mu ba vlla me tije. Ebu Hurajra tha, rriq është të dorë se mirë jena. Jo tha vlla. Tha, a i di që shqibje vlla? Se kita bijini, se kam rinje kone për nga Merit alayhi salatu wassalam, e sahabiu e di që shqibje. Çka i tha? A do mu ba vlla po? Ama tha koletën pak. Ama koletën se mduhen të pare. E ja me koletë se kena ba. E po thmujna mu ba vlla. Të ndërum xhamat, që ta testosh dikana e ki vlla. Këshire ba e koletën. Do thonë që vlla, merre koletën, sos punë shaki me sos, çetërën bemba. Apo, aja jep, çprast po. A të musht? Cili pineve? Andaj thot Allahu në Kur'an, innamal mu'minuna ikhwa. Veç muslimant janë, veç besimtarët janë vëllezër. Ama na Allah se dim që shqipja kjo. Na nuk e dim se na ti shkon hax. Ti shkon me musliman në shëtitje, edhe e shet ti për shembull, keni pa atje nuk kanë një dhomë. E kanë një dhomë, kanë një ark, çdo dhomë sekret. E ti në pasportin ishte para të tua. Po mi be kjo haxhia kam i vedh mua, si besojna kërkujna. Kjo i bje problemi imanit në ndërun xhamat. Nuk e kemi kuptu thelbin e imanit. Thelbi i imanit do më ka dhënë sigurt për tije. Që kjo agjërimi. Agjërimi çka na ban neve? O musliman, i sigurt për mu mos u tut. Lej që tu barët se ki galeti. Nuk mos u tut për mua. Ka thënë alayhi salatu wassalam, el muslimu men selime el muslimuna min yadihi wa lisani. Ka thënë alayhi salatu wassalam, muslimani është veç ai i cili këtë musliman tjerë janë rahat për tina. Këtë musliman tjerë janë rahat për tina. A janë rahat njerëzit për neve të ndërum xhamat? A janë kushit rahat për neve? A janë dosat rahat për neve? A thonë dikush valla lirisht leja shpijën qelë që ti kushijës. Të ndërum xhamat më harët njerëzit e mojnë men.
Apo, e neve na kanë rrëfyer, se kena mri ata. Ku njerëzit kanë pas shumë siguri te njëri tjetri. Ja ka lënë shtëpinë, ka thënë, maje. Ka shku në haxh, ka lënë kushis, ka thënë, ti shtëpia jota. Pse? Ka pas besim ta. Ka pas besim ta, unë të besoj tyje. Nuk kam dyshim te ti, se ti ma bën sherrin. A sot? Ja. Pse? Ja, thot, si cëlli vlla gjizën me pare. Çish mund me vlla gjizën me pare? Neve na vetin musliman, o xhalejot vllavit më dhon fitrat. Vllavit, shiko sa fjalia sa keq formulohet. T'ja jap vllavit tan fitrat. Nuk mund më para mendu kështu. Për këtë arsye të ndërum xhamat, le mos ta xhorojmë veç fasad. Fasada cila pinim sak deri në iftar. E mos anena, Islami duhet më pa masi ta prishësh. Jo para se me prish. Se derisa je i xhorushëm, mashallah, te barakallah, ama ti të prit iftarin. Na e shoh na je musliman mas iftarit, edhe ala më shumë e shoh na je musliman mas bajramit. Ja, a keni pa nxon sa janë në shkollë, profesori aty, ato këtë mashallah. A keni pa plot prind kur shkojnë thotë, "Be çiki djalë jam?" Ose ne be që çdo të shtëpia. Pse thot nuk rri këtu të shtëpia? Sepse të shtëpia është ai akti vërtet i këtina. Tash këtu pi atoj autoritetit profesorit, mësuesi, grumlli, këtë ato, ai rri i ul. Edhe na tash Ramazan, këtë agjëru, këtë tu fal, na tash s'm po bojna me dallue, cili ja piktu Ebu Hurajra e cili ja i udhës. Kur e vërejna? Mas Ramazanit, mas Bajramit, mas i ta mona diplomën. Merë diplomën, e tash është. Rreziku i më i madh i njerit ta kur ta merr diplomën. Ai ta shohna tash. Apo ai ta shohna kur thot ti e baba te shtëpia ose babgjishi, masi të vjen në nipit te shtëpia, pi shkollë thot, ai ta shoh akim mësue. Ti haxhi i marrua. Ai ta shohune. Le ta shat të ndërum xhamat te neve Allahu subhanahu wa taala se nuk e kena lënë barkin bosh kot. Po me të vërtetë kjo është përkthite na në moral, është përkthite na në sjellje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë sa robi pe robëve të Zotit. Hisja e tij pi agjërimit është veç uria edhe etja. A ka ma ketë se 13 saat mësë me pi ujin, edhe të Allahu gjelëgja i e 0-0. Apo, i e 0-0. A mund është ti për shembull, a mund është ti me paramendue, mi shlu dikuj tolla, apo në kartën e ti s'ja qëllon numrin. Njoni thot për shembull, pi 13 numrave, veç nja ja kisha huq. Veç nja ja ki qu dhe një gjonit atje. Si ja huq një numër, shkon falja që tërkon, apo postjeri një numër e merr adresë, thot, veç, a ki posa lagje janë ngjajshme. Apo, andaj për shembull ti ki emër, ki numër anës, ki dame me kapitull, derisa të vinë deri te ti. Nëse son xhela thot, "No e gishtin valla, no e gishtin se i vetmi ti që ke të gishtë ekipi, 8 miliardëve." Nëse ngushtohet puna. Ahireti është edhe më tendencioz, edhe më i rrezikshëm. Po nuk e qillove ç'ish duhet. Po nuk e qillove ç'ish duhet. Ti lodhesh kur gjona ahiret s'ke quhe. Sigur kesja është prast. Ti e mushk në del. Andaj mos jetë pin agjërimit ton të ndërum xhamat vetëm uria dhe etja, po let përkthehet kjo në veprat tona kur të na shohë dikush me thonë çiki ka agjëru 13 sa sa njëri mirë apo. Apo, sa njëri mirë apo. A mund të paramendo, a mund na njëri për shembull ka shkollë fillore, tjetri ka shkollë të mesme, tjetri ka fakultet, tjetri magjistër, edhe këtë me kanë njësoj? Jo. Ja, ke pak më i shkolluar. Ki kja veç me fillore. Ku e dallojna? Të sjellja, të folma, të rrethshmëria, të gojetëria, unire se si shprehet, e kështu me radhë. Andaj, agjërimi të ndërum xhamat ka për qëllim që me e vendos besimtarin me një situatë ku ai shpërblet te Allahu subhanahu wa taala për shkak këtyre angazhimeve. Tjetra të ndërum xhamat. Çka don me mri Zoti jon xhelal me agjërimin ton? Tham se nuk është për qëllim uria 100%. Nuk është për qëllim uria. Nuk ka kur farë dobi e Zotë me në lënë unë të neve. Argument në pasdash me të lënë unë s'tip ke me angëriq. S'tip me angëriq. Argument që s'do me të lënë unë që ka thonë, prishën në aksham. Nesit prapa gjëro. Baksham, prishën aksham. Pse nuk e kam për qëllimu në urien, që të shka janë të dash. A keni po, stërvit tyje, profesori, stërvit, thot, shopu shapak. Apo, sa i s'do me të mi tyje, po do me stërvit. Ka dalim me dash me mi dhe me dash të me stërvit. Qka pa thot, shko pusho, dit pushim, 3 dit pushim, pastaj vjen, t'lodh. A njani shka zë thot, e miti ma që këtë gjallin? Jo, sa të e mit. A të stërvit, nuk ka të e mit. A i shka sa gjëron, shka thot, këto musliman, gjunat, qfar kurani me kanë këto 13 saat, sajnë buk. A i se di që i verët 18 saat në beneve. Po kjo është stërvitje. Kjo është ushtrim abomi ma të mirë me që ta. Qka ka për qëllim Zoti me të kontrolu me që ta? Cilin karakter do në me zhvillu për mrejnat e ti? Karakterin i thojnë të ndërum xhamat, i thojnë dhabtul ghadab.
me e vendosën kontrol hidrimin. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, lejse shedidu bis sar'a, nuk o i fort ajt mundje mbi livan. Po që farë kraj kanë vëlla. Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu i ka pas kam të holla, një ka qëre kam, ka qenë imam i sahabeve, nuk o kjo me kam. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu ka qenë fëmijë 16 vjet. E ka marrë Omer ibn Khattabi radiallahu anhu, e ka fut në mezhlisin e shtetit, në kuvend shtetëror. Derisa janë konë do më pleq, aty kanë thonë, ku e qonë be o prisi musliman, ku e qonë ki culla, ki fëmija. Ka thonë fëmija ashta? Po. E po anë ka thonë nese kena mledhje. Nuk shkon të Zoti sa i e muskulator, sa i kije vite, po shkon me vepra, me dije. Tha nese kena mledhje. Mledhje shtetërore. 12 vjet ka udhëheq me musliman Omer Khattabi. Edhe diskutimi cili ke, diskutimi Ibn Abbasi 16 vjet ma ki pru këtu. Ama nuk është të stazhi, e as nuk është të muskullat, por është çka ke futi në dobijën e njerëzve. Edhe e hapi Omer Khattabi me zlisin e shtetit dhe për ju thotë shtu. Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Pastaj i tha, bujrum tha shpjegomani. Çka është që kja jetë? Idha jaa nasrullah. Ato nësën ndihma Allahut, kur dhene pushteti Zotit, Allah e ka shiru Mekën, folqin ata me ranë si cili aty prej antarëve shtetit. Këtë be besimtarëve me pozitat mloja. Omer dhe ke nuk ka qashtu. Sa qashtu? Edhe i shterri ketë. Në fundi tha Ibn Abbasit, bujrum 16 vjetë. Bujrum tha, çka është idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tha o prisi muslimanve, i vike marrë me fol para njerëzve të mloja ti. Tha hadha na'yun li mautin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Të ndërum xhamat, dia të hip nalt, dia të ul. Kur ti ki karakter i hip nalt, e ki pa njeri kur ajo dukum, thot e pave që sill ke Samir. Kur njani s'ka karakter thoni largoj për jatina. Allahu subhanahu wa taala vetëm ajo që e ka lavdëruar pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam, çfarë ka thënë? Wa innaka la ala khuluqin adhim. Ti e ke moralin e madh o Muhammed. Tha Ibn Abbasi o prisi muslimanëve. Ka marrë. Ka thonë kjo ajet është çfarë është? Lajmërim se ka me vdek frik pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam. I ka thonë Khattabi ka nis me kajt vallahi që kjo. Se mas zbritjes së saj sure ka vdek pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam. Atari ju tha këtynve pranishme të cilat udhëhecin me shtete, jo një shtet. Tha a e kuptut pse Ibn Abbas i ri këtu? Sepse e ka përkthie veprën e vet në dije, e ka bë veprën e vet moral. Kjo kanë dobiu në piksojna. Çka ka dobi të ndërum xhamat, shoqëria pineve. Çfarë dobi e? Banë kështu e sop. Mos me kon ti, çka jet keq? Mos me kon ti, çka jet keq? Pite familja jote, pite mahalla jote, pite fshati jot, pite qyteti jot. Çi thu nesër unë s'jam. Ai mungoj be dikujna. A thot be dikush ai mat me ç'kjo pun pa krise filani e krike. Me çeta matën pozita të Allahu subhanahu wa taala. Të ndërum xhamat. Nëse na veç vina këtë dunja me hangër dhe me pije, edhe vdesim, edhe në qatë ditë që vdesim njërës tojnë, hajde që qëra pun kena, ama ti kur kujna si mungon për kur gjo. Kur ka vdek Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu ardha, që ka than Ibn Abbasi, kur ka vdek që kin, tash, ki 16 vjeçari që ka embrojti Omeri, paremno kur ka vdek Omeri, që ka i tha? Kur vdek Omer Khattabi filloj me qajt Ibn Abbasi, tha pse po kanë? Tha me varrosin e qiti njerit, 2/3 e ilmit në tokë i kishti. 2/3 e ilmit në tokë i kishti. Do më thonë, me vdekjen e Omer Khattabit, është qel dera e fitness. Mas vdekjes Omer Khattabit, umeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se ka pas qetësinë më herët. Thot Abdullah ibn Omeri, kur i kanë shku Uthman ibn Affanit te shtëpia për revolt kundër tina dhe janë çuar dhe në fund e kanë vrarë. Ka thonë Abdullah ibn Omeri, pasha Zotin, kur ish gjallë baba jam, së një bajqi që ta. Që kur ish gjallë baba jam, së një bajqi që ta. Ata veprat i përkthenin të ndërun gjemat adhurimet në qfarë? Në karaktere. Kontrollonin hidrimet e veta, kontrollonin epqet e veta. Omer Khattabin i ditë për ditë dhe e pa gjallin e vetë. Kishte e pa biznis me dorën e vetë. Tha kur bane vetë i biznis? Tha o ba, punë e kun ba biznis vetë. Ka dale, ka dale, tha ti ta kanë shlu njerëzit të udhën se je gjallë jem. Ato ka thonë je gjallë kretarit. Ka thonë mos ban këtë pazar tip pazar. Shko ka thonë gjeni trek tjetër.
Ka thonë, po ku qojnë në gjithë rekteve? Shka ka thonë se njerëz ta shlojnë udhën. Shikon çfarë imcine ata e kanë përkthyer islamin e vet. Ndërkohë që na të ndërum xhamat, që jemi bë musliman më shumë që kena drejta se sa obligime. Këshire njerëzit kur madje kjo ndodh, pit te roli bashkëshortor. Si të martohet burrë gruaja, këshire. Gruaja thot, ama në islam edhe që kjo më takon. Pse nuk thot më takon obligimi? Na vazhdimisht i mbrojmë çfarë? Të drejtat tona, nuk flasim për obligime. Në shoqëri që flet veç më takon, nuk mundet. Shoqëri që kanë përparu qoftë edhe në dunja të ndërum xhamat. Apo, në shpesh e kemi përmend. Shikoni edhe këta të tjerë, shiko perëndimin. Ata musliman nuk janë. Po që këtë zhvillim, që këtë dunja që e kanë bo. A e kanë bo të thonë më takon, a e kanë thonë e kanë obligim. Atje pa tjetër e ka 7 me shkum punë. Apo, 7 e ka me shkum punë. E na për shemë kur e kena më qunë sabah. A du me falë sabahin 5, a me falë në 11. E më sa nejme, Allah i falë, sa? Allah i falë, sa isha Allah. Na shpesojna me ta falë. Ama ti mu zhvillu, jo. Ti me përparu, jo. Se, po nuk mundet një shoqëri me përparu me kaza. A mu që paramru njëri me ongë buk me kaza? Ja, ishën, po me kaza nuk hatë buk. Hatë që cëllën ditën e vetë. Pra këtë asyje të ndërum gjëmat. Islamin mos të perceptojmë si diçka e cila është, që ative e bona në shketë punë, jo. A i du të përkëthi moral. Du të me në pa, ka thonë për nga meri sallallahu alaihi sallam, njerëzit më të mirë të Allahu subhanahu wa ta'ala, cilët janë, kur t'i shohi njerëzit ja kujton Allahin. Kur të shohë ti dikush, a thot që shtash ki full për fej. O shumë njeri mirë, nuk ban zullom, a njeri drejt, nuk vedhën peshore. Nëse s'thojnë që shto, nëse thonë i ikme piktina, largojo piktina sa i keq, nuk e kemi realizu islamin e Zotit Gjelle Gjelalu. Ata të ndërum gjëmat, qojnë pak nga përgjithësia jonë, çka na la neve agjërimi jonë, a na la du një shenjë. Cila në shenjët që të kalon? Me thonë njëni, ti 30 ditë kja agjëruhe. Po ti me 38 orë, leje në kjerët i ke morë. Po 3 dita me agjëru 38 orë. Por 1 muj ditë, njëni ka agjëru 30 Ramazana. 40 Ramazana i ka agjëru të ndërum njëma. Shumica për neve, alhamdulillah, pi 60 vjetë një nojna. Nëse i ki, do më thonë 37 vetë, 30 Ramazana i ka agjëruhe. Nëse i ki ti 80 vetë, ti ki agjëru 73 Ramazana. 73 Ramazana ka 30 ditë, për këthajnë orë. Edhe së nële cigarën? Po njëni, me vëtu pikë 2 ditë më nële, njënë së nële një mëkat, kazinon së nële, mëkatin, zinane së nële, pse? Sepse neve islamit që kemi shlu kanalin me hi që shduhet. Ki uj, pa deportu në tokë mirë, në raja gje, së në nëzirë bimën. Ti këtu që tu lage sa dush, ti në mërmer lage sa dush, dhe lag, hik uj, apo? Pra këtë asyje, duhet t'i kryojmë kanale në vetët tona islamit që të deportoje, e pastaj me thonë këshyre që gjelbroj, këshyre që farë pejme dha. Për këtë asyje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte bën në medresën e tij, në gjeneratën e tina, që një njeri mu pas pa u konumet. Amr ibn al-As veç ka shkuar në Egjipt, e ka shiruar Egjiptin. Këtë Egjiptin sot 100 milion njerëz musliman janë, ti njeri ka shiruar. Na kanalin te televizorit në ndrojna. Ndroje mara ndroje se harama, ndroje thot s'u ndroje ajo. S'u ndroje çfarë që kam takatin. Për këtë asyje, le të shifot agjërimi jon te na, me thon diku çiki ka agjëruar, çiki ka takat. Çiki ka moral, çiki ka karakter me të cilin nuk ka lehtë me lut me këta. E lutim Zotin e Madh Xhelel Xhelalu, që Allah agjërimin ton mos na e çon poshtë, ya Rabbul Alamin. Që të përkthehet kjo në moralin ton, përkthehet kjo në mirësinë ton, përkthehet kjo në islamin ton. Na shef Allahu subhanahu wa taala që me të vërtetë e dojna Zotin e Madh. E dojna pejgamberin alayhis salam. Të ndërum xhamat ne gradualisht po e përcjellim Ramazanin, se jemi duke i kaluar 2/3 të Ramazanit. Na ka mbet pjesa më e mirë. Mundohuni nasihat për veti dhe për juve dhe këshill. Mundohuni mos ju kaloje koha kot. Janë netët dhe ditët më të mira të Zotit tokë. S'ka ditë më të mira përveç ditëve të haxhit. S'ka ditë më të mira. Veç Dhulhijja, ama jo si cili ti mundsohet me shkuën haxh. Andaj shfrytëzoj këto ditë, lype natën e Kadrit, e ditën rri urt, e agjëro me disiplinë, e agjëro si duhet, ndoshta Allahu na shikon me rahmetin e vet dhe na mëshiron. E lutim Zotin e vet që Allahu xhelal ti pranon adhurimet tona, ti pranon agjërimet tona, ti pranon taravitet tona. E lutim Allahu xhelal që Allahu gjunat tona afë dhe maghfirat i bën ya Rabbul Alamin. Ku ja kemi qellu ka qenë prej Zotit, ku kemi gabu ka qenë prej meje dhe prej shejtanit. Lutim Allahu që Allahu na fal, na falni për zgjatin, Allahu ju shpërblet për dëgjimin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.